Genard Hajdini dhe motra e tij Sonida ndodhen shtruar në spitalin psikiatrik Tiranë pas publikimit një video e shqetësuese Instagram. Në video Genardi fshfaqje motrën e tij në mënyrë më të papërshtatshme që ka nxiti reagimin e menjëhershëm policisë, shërbimeve sociale dhe stafit mjekësor. Por natyrisht gjëra gjatë për këtë temë që natyrisht përbën një shqetësim të madh. Kemi dy të ftuara që natyrisht në tema të tilla sociale nuk mungojnë asnjëherë. Nertila Algjia dhe Linda Pano, kënaqësi ju kemi në program sot. Faleminderit. Përshëndetje. Atëherë si shpjegohet kjo, Linda? Natyrisht një mish ka pasur një reagim të organeve përgjegjëse, por pse erdhi deri në këtë pikë? Po më thua përse Genardi dhe Sonida janë në këtë pikë? Se pasur në tragjedi nga e kaluara, më thanë, dhe gjithçka si duket aty nis. Ka qenë një tragjedi në fakt shumë e madhe. Unë e di që nëna e tyre është vrarë nga një plumë qorr në vitin 97. Edhe të dy, edhe Sonida dhe vllai i saj, Genardi, kanë qenë student ekselence, por Sonidës unë kam dëgjuar që është dashur të pastroj gjakun e nënës së vet gjithkohës, domethënë mbasi nënën e kanë çuar në spital dhe kjo e ka lënë me traumë të tmerrshme. Gjithashtu Genardi ka qenë atë kohë në studime në Amerikë, edhe nuk jam e sigurt nëse arriti funeralin e nënës, po të dy kjo ngjarje i ka tronditur dhe i ka lënë në situatë të tmerrshme. Siç ne dhe po e shikojmë, domethënë. Gjithashtu jati tyre ka ndruar jetë kohë të fundit, edhe kjo e ka rënduar situatën. Dhe me çfarë merresh në fakt motra dhe vllai? Pra merreshin kryesisht me TikTok, se si duket gjithë tendenca ka qenë që të bëheshin viral, përfitonin nga ky moment. Ata kanë qenë influencera, të dy, edhe nuk kanë qenë të këqij si influencera, po përpara asaj të dy kanë pasur punë. Genardi ka punuar te Instituti i Higjienës, më duket, plus që ka qenë sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Ka qenë sekretari i parë, më duket, i përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë. Kështu që kanë qenë në punë. Nuk është se nuk kanë punuar dhe kanë jetuar thjesht si influencera në TikTok. Sonida e ka humbur vendin e punës për shkak të gjendjes së saj të rënduar, edhe ka pasur shumë të vështirë. Genardi ka kërkuar shpesh, domethënë për motrën e tij, që të mundsohej një vend pune. Po, atëre në fakt Nertila jemi përpara një situate që po të ndërmerreshin veprimet e duhura në kohë, mbase nuk do ndodhte një turp i tillë dhe mbase një situatë ka që rënduar. Nertila? Po, pa diskutim, duke vijuar tashmë argumentin pas Lindës, unë çdo gjë shoh proces. Jo gjithmonë shkaktarët janë fajtorë, sepse varet në cilat janë shkaqet. Por që gjatë procesit të gjithë kemi përgjegjësi që të ndërhyjmë në situata të caktuara. Kryesorët që kanë rëndësi janë institucionet që duhet të ndërhyjnë pra shkosa, dëgjojmë vetëm shablon fjalën dy persona që kanë probleme, po themi, të shëndetit mendor, tashmë janë aty në institucion të shërbimit ndaj përmirësimit të shëndetit mendor, por gjatë gjithë kësaj kohe, duke patur parasysh se çfarë traume ka kaluar të paktën vajza, sigurisht që unë nuk është se nuk shikoj edhe drejtësi e tjera ose mangësi të tjera pavarësisht faktit ta kanë punuar apo s'kanë punuar, sepse sigurisht kanë patur dhe aftësitë e tyre. Shikoj që trajtimi, po themi psikologjik, duhet të ishte qenë i pandërprer në shumë vite ndaj vajzës Sonidës, duhet të ishte qenë me shumë vite e trajtuar nga një traumë të tillë, nga një ngjarje që ka psuar. Unë nuk e di nëse ka një protokoll të trajtimit psikologjik për shembull tek kësaj vajze djali, po sidomos vajzës që ka parë ngjarjen e vrasjes së nënës, po themi në mënyrë nga një plumë qorr, siç edhe diskutohet. Pra praktikisht mendoj që ka qenë e gjithë kjo situatë ka ardhur si pasojë e dështimit të një procesi i cili duhet të kishte qenë më cilësor në trajtimin e tyre, aq më tepër duke patur parasysh se kemi të bëjmë edhe me dy njerëz që nuk kanë patur mangësi edukimi, pra edhe vetë personali. E kanë patur më të lehta të gjitha institucionet, po dhe ne publiku, ndoshta kush e ka ditur. Unë nuk është se i kanë vënë re në shumë kohë, si influencer, sepse edhe kjo gjë ka të bëjë shumë, edhe fakti që përcaktojmë si influencer sot për sot, një kohë që shiko kush qëndron prapa, qëndrojnë njerëz si influencer, njerëz të cilët
faktikisht mbajnë histori shumë të dhimbshme mbrapa, të cilat janë edhe trauma, të cilat mund të bëhen edhe të dëmshme, jo vetëm për veten e tyre, por edhe për shoqërinë, për modelin që përcillet për shkak të tash edhe herë, jo faj, sepse nuk kanë faj njerëzit që në momentet caktuara janë dhe të papërgjegjshëm. Ndërkohë në anën tjetër, ka pasur pra të kaluarën edhe një përplasje në mes të vetë Genardit dhe babait të tij. Kishte një incident ku ishte goditur me grusht dhe pra ka kohë të gjatë që sikur janë në vëmendje, por këtu theksi po bie tek autoritetet të cilat u marrin një hap që ndërhyjnë, e sidomos kur të tillët bëjnë jetë publike, Linda. Ne patëm edhe para disa javësh rastin e një nëne që praktisi 3 fëmijët, nuk e dim ku qëndron rasti në aspektin penal, sot kush është fajtor, por gjitha këto po na shfaqin rrjetet sociale, po alarmi po bëhet tek pasi po ndodh një dëm. Shiko, unë mendoj që Genardi dhe Sonida kanë kohë që janë në situatë të rënduar psikologjike. Nuk është se ndodhi sot edhe u reagua sot. Unë mendoj që ata kanë një kohë të gjatë që vuajnë pasojat e traumës që kanë pasur në jetën e tyre. Dhe kanë qenë me ilaçe on and off, domethënë herë i përdornin dhe herë nuk i përdornin. Nga ana tjetër edhe publiku që i urdhro? Edhe publiku që i ka... Po, jo, kanë qenë edhe përveç ambulator, kanë qenë edhe të shtruar. Genardi ka qenë dhe i shtruar për një periudhë kohe. Ideja është kjo që shëndeti mendor nuk merret seriozisht në Shqipëri. Nuk e di se si është situata në Kosovë, po nuk merret seriozisht, madje ka stigmë të lidhur me shëndetin mendor. Absolutisht, e njëjta situatë qëndron edhe këtu. Duket sikur në qoftë se ke probleme të shëndetit mendor, atëherë ka diçka gabim me ty, edhe ke të vështirë ta ndash këtë probleme të tjerët. Ka shumë njerëz që janë në depresion, në ankth apo probleme të tjera të shëndetit mendor që vuajnë në heshtje. Edhe unë shpresoj shumë që situata e Genardit edhe e Sonidës të bëhet precedent për të inkurajuar dhe për të nxitur njerëzit që janë në situatë të vështirë që të flasin me dikë, të kërkojnë ndihmë të specializuar dhe të mos vuajnë në heshtje dhe të i lejojnë gjërat që të degradojnë deri në momentin ku situata rëndohet në këtë nivel. Linda, të faleminderit shumë gjithmonë për gatishmërinë tënde për trajtuar temat kontekstit social që janë shumë të domosdoshme. Është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë. Nertila, fare në fund, a jemi përpara një situate ku njerëzit janë në gjendje të bëjnë gjithçka dhe çdo gjë për të arritur klikime në platforma si TikTok-u? Absolutisht. Kjo është bërë tashmë, si më thënë, mod. Por në rastin e veçantë pra të motrës dhe vllajt të fjalës së Lidës dhe Genardit, çështja është ndryshe sepse shikoj dhe mungesë, po themi, papërgjegjshmërie në këtë rast dhe probleme të cilat jo domosdoshmërisht mund të lidhen me nevojën për të qenë famshëm ose për të bërë gjithçka për të qenë famshëm. Ajo çka është shqetësuese për mua është pjesa tjetër, pra tjerët që konsideron në mënyrë, po themi, më absolute të përgjegjshëm, që duhet të japin një farë mënyrë shtysën, jo thjesht institucione, po vetë institucioni duhet bëhet si kujdestar ligjor të gjithë personave, të cilët nuk mund të bëjnë gjithçka për të arritur çdo gjë. Pra, unë mendoj që vërtet kemi arritur në një pikë që mund të bëjmë gjithçka, por prandaj ekzistojnë edhe institucionet. Pikërisht ligji prandaj ekziston për të na ndaluar të bëjmë gjithçka, e cila sigurisht i bën dëm vetes tënde dhe të cënon edhe lirinë e tjetrit apo po themi edhe masën shoqërore në lidhje me ndikimin. Por çka është shqetësuese shkurt tashmë, është pjesa tjetër që edhe kujdestar ligjor të bëhen kollaj të afërmit nëse ti ke probleme të shëndetit mendor. Jo vetëm që nuk i kuptojmë dhe nuk i qëndrojmë më afër dhe kemi stigmë, siç tha Linda, për të ndihmuar këta njerëz, por madje nuk bëhemi as kujdestar ligjor edhe nëse i kemi të afërm. Në rastin konkret që s'kan edhe prindër dy motra dhe vllai në fjalë, prandaj që për mua do ishte rëndësishme të trajtoj edhe pjesa se sa na ka ikur ai humanizmi për të qëndruar afër dhe si kujdestar ligjor të njerëzve që kemi të afërt edhe kanë probleme të shëndetit mendor. Nertila, kënaqësi të kisha sot në program. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ishim bashkë këtu me dy miket tona, Nertila Gjia dhe zonja Linda Pano, ne shkputemi tani me